Ti je më e fortë se gjithë ne. Jo, Apo më gjithë dëgjon një Albo? fort, nuk janë Apo më dëgjon Albo? Më fal, shikoj në sy. Je më e fortë se gjithë ne. Jo, Jep më e dorë, më e dorë pak. Okej, ama dëgjoj. Je më e fortë se ne, gjithë. Qetësohu. A ke besim të unë lutem, je më e fortë se unë. Je fortë se ne. Ti je siguri, ti je më e fortë se gjithë. Pse po kështu? Mos çaj se mos çaj. Nuk duket sikur do vazhdoj shumë jetësoria mua. Nuk vazhdon. Kështu si do ndërpret vibe, ndërpret energjia për shkak skemave, planeve, njohjeve, komunikimeve, kontakt, plane, kështu nuk shkon, nuk zjat. Unë s'di të bëj ashtu. Nuk di. Ti je shumë i sinqert. Ha? Ti je shumë i sinqert. Nuk di, edhe qërri këtu, edhe vjen gati një pozicion t'ju them, e di çfarë? Mos dominoni fare, në shpedoj finale, edhe çmimi po e fitova do ja jap dytit. Nuk e dua çmimin, për zotin. Cili është gabimi yt? Për shembull, e keni gabim. Cili është gabimi yt? E marr shumë afër zemrës. Po. Është sinqert, shumë afër. Merr vetë, vën brenda. Për ty është ky gabimi. Nuk e çkyr. Në bazë të sistemit që është formuar, gabim llogaritet ajo, se perceptohet gabim. Se unë thënë e di që s'është gabim, djesh, thellësisht, hallin, mërzin, vujtjen, edhe ti t'jesh i kujdesshëm për tjetrin. Sa për ty, për banorët, cili është gabimi yt? Për banorët, Për këta, që e kemi dëgjuar. flas, ama nuk është e vërtet. Okej, që tu s'po kuptohem. Urda. Për këta po thonë që ti flet pak shumë, e për ty jo nuk po flet shumë. Do me thonë, po nëse për shembull krejt banorë thonë ti flet pak shumë, e ti për ty nuk flet shumë, këtu është një, do me thonë dikush e ka mirë, dikush e ka keq, po ndoshta ti nëse tërheqësh pak, edhe këta nëse tërheqën pak, e gjejnë një rrugdalje, e kupton? Ama çfarë ndodh? Tani i njëjti që më thotë ti flet shumë, edhe unë i them, u flas shumë? Okej, se fola tani. I them, në mëngjes çfarë bisede patëm? A e patëm me qeshme? Po. Në drek, a patëm bisedë konstruktive? Po. Para mëngjesit pas darkës, a patëm një bisedë që vetëm ti fole unë të dëgjova? Po. Po tash një herë pse fola vetëm unë. A patjetër vetëm unë flas? Gjithmonë gjatë gjithë kohës? Të po të them. Nuk po thonë që ti e ke keq, domthon pse s'po kupton, do thonë Ata s'din ta pranojnë që kanë. po provoj me gjetë rrojën e problemit. Rrojën. E çfarë provoj me kuptu si, pse e çysh me ndrejtë. E ndjen konkurencën, edhe duhet me drek në Si energji bjaron. Si energji. Po shkjo gole, çfarë është ka? Po konkurenca o gjithë kalba, krejt jemi konkurenta, apo Po kupton? unë e di si jam e dashur të them, mlemi deri ta finale, pash, harin. fitova unë dytit e jap dyret, për zotin, nuk e dua ti çmimin. respektum vallë. Vetëm dua ta ndjek këtë turisë se e kam me pasion. E kam me pasion fenomene, mesazhe, gjëra. Kështu e di vetëm, kjo lloj pjesë e puzzle-it jam unë. Çdo kush e plotson pjesën e vet të puzzle-it. Unë kisha pas qef me mujt mja fillu pit zero, sa po kupton, mos me ti përmend sendet që i ke bo, edhe ti me ndëgju pak ma tepër e me fol pak ma pak. Provoje, ku gjo ma shumë, bish provoje. Ndëgjo, afro dhe ndëgjo. Edhe mandej, i kupton njerëz ma tepër, kur ndëgjon e nuk fol, i kupton njerëz ma tepër. Edhe mandej prit, edhe mandej kur i ndëgjon, afrohesh edhe ja jep një pyetje. Ai ta përkthen e kur kry pyetja, nuk vazhdon, nuk shkon tim tjetër. Edhe ai masin e vjen vetë ti. Gjë s'ka gjë, shikoj te kemi nga jashtë. Ku ta marr? Ai vjen vetë ti. Prandaj edhe vim. Kupton? Se këta ma bëjnë të fletë shuro, ose vim prapë, sepse bëj, e din? Tani, ja kjo vjen nga jashtë. Ky mund t'jetë dëshmitar numër 1. Bëj unë biseda normale edhe me qeshme edhe me dëgjume, edhe që unë s'flas. Për zotë unë s'kom përcjell shumë televizion, vallaj, më beson. Ama sa të pash, unë mendoj që ti je një vajzë shumë i sinqert. Edhe ke dhimbje shumë brendësi. E di e tjerët shumë, edhe thellësinë e Pengon që të gjërave. tjerët nuk janë sinqert ndaj teje. Ashtu që këtu mos e prit, këtu që e kanë me pas sinqeritet. Se kam këta, unë e di, si them, S'kam qenë me të pa me vajt, lutem. Edhe e di thellësinë e problemeve që ndodhin, por nga këtu edhe jashtë Flej, këtu. flej.
Hajde sasa. Unë Ke jam ftohtë tash? As niva, falem se kë. Kje knockout. Zësja se një javë, 2 javë, 3 javë, unë jam knockout. Krejt jemi knockout për ata albe. Krejt jemi. Unë e di unë se kam gjatë, unë jam knockout. A din që për një E di, më falë, e di, a mund me të pyet diçka? Për një javë mundesh me tregu kokën. A mund me të pyet diçka? Mundesh me 5 muaj edhe mos me nasni për shtypje. Kanalla? Për moment, le për shtypjen që po don. Sa do të Tash shalla vin le për tesha. shtypjen që A po mund me të pyet diçka? Arrendi në fund, arrendi, a kthesh ma herët? Njeri Largemi. Tash me publiku e kupton me njëherë. Me njëherë kupton si je, çka je. Besom. Do thonë vazhdoj luajën tone, fol sa ne që ki qemi fol, ama dëgjoj pak më shumë edhe kime po, kam me kuptuar dhe kemi mujt një bu planet e tua, edhe kur gjë tjetër. Unë shoh Mos vujti, ti je të vujt vetë me vetën çta. Ti me vetën je të vujt. E futën kështu si një ndalë, kur unë e disë me njërë. Edhe për ta thënë qarta, po bëhet e 3% sha. Unë për këtë e kam përzije 100 milion tema tjera, edhe unë tani të ja përgjigje gjithë temave tjera, mos e hajba fet shumë. Apo përzijesh vetë me pyetje me gjëra. Dëgjoni. Unë e di, një javë, 2 javë, 3 javë, unë jam knockout. ju vallaj, ti je lojtare shumë i fortë. Sa e shoh unë këtu, sa të pash që të minuta ti je shumë i fortë. Edhe kemi qëndru deri në fund. Fat, ju si me fort. Jo, po se ti. Çfarë mos? Po se të mos të bëj se unë çaj me njerë. Fat njeri. Si në vend jeton ti? Si në vend jeton? Unë ku jetoj? Po. Në Tiranë jetoj. Tirana. Si është jeta në Tiranë për qenë? Përqesh shumë Jeta e natës është fakt. Jeta e natës kam jetu, po më fal, kam këndu ka 2 muaj, 3 muaj jetojsha, nuk kam jetu. Mendoj që me pas do një banesë, po performojsha çdo natë. Për shembull, prej marsit deri fund qershorit, kurikut. Edhe atëherë ka qenë pak jeta pak më gjigante, më e natës. Tani pak më është Amsterdam të Zogujzi, në rrugë pa. Shumë e vrullshme, apo shumë kapitalizim. Edhe kam orkestra prej Tiranës. Ballgatë shmegër. Orkestra ime janë prej Tiranës, dyquna, po, është Noldi edhe Rioni. Se kapitalizmi. Si qytet kapital, Ballkana shumë e egri si sistem nga gjithë. Po. Pse ashtu? I ka shumë vështirësitë e veta. Duhet ta qenë shumë. Vllavi malla, ka mosive 100 palë sy, që pa dashje mos do të marrë rrjedha, mos biesh në gjëra të këqija. Sa ekziston oportunitetet e larta për të arritur gjërat, aq edhe rrezikshmëria është e lartë ndaj gjërave të këqija. Edhe ajo egoja, pa dashje të futë rrugë keqe dhe s'ka më dalje nga aty. Të mberë komplet rrjedha. Edhe po mos ditë ti je njëri i fortë kur i futesh asaj rruge. Nuk e ke gjatë. Ati e bëhe llogari vetëm po zun komunikacion për diçka, janë gati me bë tragjike drejtime tjera, jo bë për punë biznesesh e për punë gjërash. Apo sidomos për femrat është akoma më vështirë, është shumë paragjykues si sistem. Po. Jeta është e shtrenjtë, femrat mundohen me punu nga një punë nga 2 punë, kanë gjetë forma pastaj edhe më të lehta se si mund të fitojnë lekun, edhe kështu është kriju gjithë ajo rrjedha e lecuria, e kupton, është prish komplet fryma. Femrat që vinë nga vendet tjera që duhet me shku në Tiranë, janë femrat që janë me një vizion të fuqishëm, që duhet me dalë nga ta qarket e vogla ku jetojnë, edhe nga varfërit ose nga tabut, vinë Tiranë për një jetë, si kanë thënë filmat American Dream, Tirana Dream. Fjala me e vazhdu jetën përpara, dhe arrit shumë gjëra. Po kur shkojnë, Tirana është shtrenjtë, sistemet e rënda, bien rrjedha që nuk duan me rënd. Keq përdoren, keq drejtohen, bën
Edhe duhet jesh me 100 falësy që ta arrish. Edhe e di shumë që dua të bëj edhe në një lloj institucioni për femrat, që me i ndiku, me i përkrak pak femrat, për me gjetë vende pune, për me realizu gjëra, di se beso, unë jam tipi që e kam familje fisin tim, kam shoqnin time ngushtë, po unë jam tipi që në tavolin time kanë qenë shumë lloj njerëzish, e kupton? Dhe kam dëgjuar lloj hallesh, dhe kam pa lloj gjendjesh. Sidomos që kam ndiku lloj femrash, për lloj situatash. Sa ashtu jam tipi. Shumë mërzit. Është shumë e rëndë.